Dhe ja ku jemi në akuzën tonë të mrekullueshme me një personazh që ne duam shumë, mik i vjetër emisionit Bardazi, Bert Koxhaj, dhe ka shumë kohë pa ardhur, po ju kushtua policisë, vdiq për policinë, po policia s'vdiq për të, ky është problemi. Ndryshimet në kodin rrugor, domethënë ta ngelën duke ndryshuar. Do dhe ajo ngjarja dhe duan të bëjnë ca ndryshime të reja, kështu shpejt e shpejt. Tani shpejt e shpejt nuk bën dot as byrekun, shpejt e shpejt se të del. Me qëra fjala ato monopatinat, hiqini se i keni lënë prapë në rrugë, e kupton? Kalova sot e mbi kalimi, ecte njëri kundravajtje si të ishte biçikletë, që edhe biçikleta nuk ecën aty. Ha më Bert, çfarë po bëjnë ta? Drejt shqetësimi është i drejtë edhe me të drejtë kur më tha Erioni që duam ta trajtojmë këtë pjesën e ndryshimeve kaq të shpejta të kodit rrugor pas ngjarjes rënde që ndodhi para disa ditësh në Durrës. Sensibilizimi i opinionit për atë ngjarje me të vërtetë ishte shumë i madh dhe duhet të ishte i madh, por kjo nuk duhet përkthehet në opinionin tim me masa të menjëhershme të nxituara nga ligjvënësi i cili kur vjen puna për të reaguar në mënyrë të tillë me 2-3 nene të ndërhyrjes në kodin rrugor, është për mua është thjesht një ndërhyrje mediatike më shumë se sa. Këto ndërhyrje nuk duhet bërë, po si zgjidhet? Zgjidhja është që ne së pari duhet të zbatojmë me rigorozitet masat dhe kodin rrugor që kemi në fuqi. Ne kemi një kod rrugor në cilin është ndërhyrë shumë herë. Po ky kodi rrugor e la atë pianecin të lëvizte prapë me makinë? Nuk e le kodi rrugor. Forcat e rendit që janë për zbatimin e kodit rrugor. Pianeci kur kapet i pirë në makinë në drejtimin e mjetit, ndalohet nga policia rrugore, dhe jepet pra patent. Dëshkohet me masë administrative me gjobë, i hiqet leja e drejtimit sipas sankcionit të parashikuar. Me të ka ndodhur kjo më Berti? Dhe në rast se me dhjetra? Po për sa ditë ka marrë mbrapsht Erion patentat? Tani e keqja kush është? Në opinionin tim e keqja është që ne nuk fokusohemi dhe policia rrugore si struktura kryesore parandaluese, po edhe e zbatimit të ligjit për ndëshkimin e kundravajtjeve, duhet të fokusohet jo tek, po themi, numri më i madh i drejtuesve të mjeteve që bëhen objekt kontrollesh në këto kontrollet që bëhen të organizuara pas çdo ngjarje. Policia rrugore duhet të fokusohet pikërisht tek këta përsëritësit, tek këta që dalin në rrugë, bëjnë si të fortin e rrugës, tek këta që... Pse se bëjnë policia, pse se bën? Ai e shkel disa herë, ti ja heq, ja jep prap patentën, ai e bën prap, ti ja heq dhe jep prap patentën. Ai nuk duhet ta marrë patentën kurrë në jetë. Nuk duhet të gjykojmë në këtë mënyrë, sepse të heqish patentën siç është parashikuar nga ligjvënësit tani, nga këta 2 deputetët që kanë bërë propozimet. Kodi rrugor të parashikojë heqjen e prershme të lejës drejtimit vetëm me 2 herë të kapur për përdorimin e pjesë alkolike në masën 0,5% është shumë e rëndë. Është edhe në kundërshtim me të gjithë ato vendet e Bashkimit Evropian që nuk aplikojnë masat të tilla, po i aplikojnë rast pas rasti dhe ashpërësimi masave bëhet me kriteret caktuara. Nuk mundet që ta nxjerrësh një përdorus